Moti i keq në vend përpos përmbytjeve dhe rishitjes së dherave ka shkaktuar dhe qarjen e disa argjenaturave në vend. Prurjet maksimale të lumit Devol kanë detyruar kaskadën e Hecit të Moglicës të hapë portën e parë të emergjencës. Edhe argjenaturat mbrojtëse të lumit të Bistricës janë qarë gjatë natës duke shkaktuar përmbytje të mëdha në disa fshatra të zonës. Sipas raportimeve, argjenatura e Bistricës në Çuk është qarë gjatë natës duke shkaktuar një katastrofë të vërtetë në Blegturi. Më shumë se 500 krerë brakti të imta dhe të trasha janë mbytur, ndërsa stallat të tëra janë shkatëruar. Ministri i Mbrojtjes Piro Vëngu së bashku me kryetarin e Bashkisë së Sarandës dhe përfaqësues të strukturave lokale vizituan zonën e Çukës, ku ka filluar puna për mbylljen emergjente të argjenaturës së Bistricës së Madhe. Situata është kritike edhe në Konispol, ku lumi Pavëll ka dalë nga shtrati pranures në Vil, duke izoluar 6 fshatra të njësisë administrative Markat, Dishat, Ninat, Janar, Shalës dhe Verv. Nga ana tjetër, është shënuar dhe viktima e parë e përmbytjeve, një 76 vjeçare në fshatin Progër, e cila ishte shpallur e humbur çdje. Problematike vazhdon të jetë situata në nivelin e lumit Vjosa në Novosel, ku aktualisht niveli është në kuotën 7.65 metër, ndërsa janë vendosur për mbështetje dhe kapacitetet e Ministrisë së Mbrojtjes, me mjete të kalueshmërisë së lartë, varka shpëtimi e trupa fizik. Në Vlorë, si rrjedhoi erës së fortë që ka prekur qytetin gjatë orëve të para të mëngjesit, një pemë ka rënë në varrezat e qytetit, ku përpasoj raportohet se janë dëmtuar disa varre. Në Fier vazhdo të ketë ulje në Lumend, Vjoz dhe Seman. Rreth 110 hektar tokë është në prezencë ujë në fshatrat Kashish, Qervan dhe Ferras. Nuk ka patur evakuime të banorëve, por është punuar për largimin e ujit nga oborret e banesave. Në kohë që ekipet në terren janë në monitorim të vazhdueshëm të prurjeve të lumeneve Devol dhe Dunavet. Ka pranë ujë në tokat bujqësore dhe në disa banesa në fshatrat Lumalas, Bulgarec, Shamol, Çiflik, Turan, Vlëqisht e Sovjan. Në Sovjan janë evakuuar 15 familje nga ekipet e emergjencave në terren. Ndërkohë, në qarkun Lezhë ka patur ndërhyrje të përqendruar të forcave për shkak edhe të situatës më komplekse të krijuar si pasojë e rreshjeve të shumta. Deri tani janë llogaritur rreth 220 hektar sipërfaqe në ujë. Në qarkun Berat ka rënje të theksuar të nivelit të lumit të Osumit, i cili është brenda shtratit të vet, dhe ujërat në tokat bujqësore në fshatrat përreth. Po ashtu edhe lumi Devol ka shënuar rënje të nivelit.